Shqiptaro-amerikani Pëllum Pilinçi duket se ka nisur seriozisht aktivitetin e tij politik në vendin tonë përmes krijimit të një subjekti të ri politik. Partia e re, e themeluar nga profesori me qëndrim kritik në klasës politike shqiptare, po ngre degët e saj në rrethe, ku një ndër më aktivet është ajo e Krujës. Prej më shumë se një muaj, në qytetin e Krujës është hapur zyra lokale e Partisë së Re, e drejtuar nga Kadri Voga, një emër i njohur për publikun lokal, me një karrierë të gjatë në strukturat e policisë së shtetit dhe me eksperiencë si kryetar në 2 fshatra të zonës së Fushë Krujës. Me erdhen e profesor Pilinçit, mendimin e shtetit Amerikan, Shqipëria do përparojë, populli shqiptar do gëzohet, populli shqiptar do marrë pronët e veta, si do bjerë po 7.500 ishi ligj, 7.500, do marrë pronët e veta, se pa marrë pronari, pa një pronar, nuk mund shkoj mas në Europë as gjëkundi. Sipas Vogës, qytetarët e Krujës po i afrohen çdo ditë dhe më shumë kësaj force të re politike, të zhgënjur nga premtimet e pambajtura të partive tradicionale dhe në kërkim të një drejtimi ndryshe. Për këto që janë paraqitur në këtë zyrë, shpresa demokrate që kanë kriju besim komuniteti, janë nga të gjitha partitë, nga të gjitha shtresat. Qoftë nga PS-ja, qoftë nga PD-ja, qoftë nga partitë tjera të reja. Por krahas angazhimit politik, Kadri Voga ka nisur edhe një fushat denoncimesh për problematika të rënda që sipas tij prekin çdo ditë jetën e qytetarëve të Krujës. Me kamerën tonë kemi ndjekur nga afër disa nga këto shqetësime. Tash ne do dalim, do ikim ke plerat. Do shikoni vetë me sy të lirë se ku janë. Do shohim depon e ujtit që ne kemi ka 35 vjet se ku e kanë vënë. Se po t'ishte një kushtetut, ose t'ishte ajo kushtetut që do vjet, kushtetut amerikane, ato inxhinier, projektues, kushtetar, ku janë do ishin këtë përpara ligjit, se kanë bërë sabotim. Do shohim edhe liqenet që janë pezo. Në fshatin Alilaj, mbetjet urbane kanë pushtuar një kodrin të tërë dhe po i afrohen rrezikshëm depozitës së ujit të pishëm. Tu ndodhem mesin fshatit Alilaj. Një shikoni vetë plerat, e kemi ngritur gjithmonë, vazhdimisht të punë, por akoma s'ka asnjë rrugë zgjidhje. Tu është bë depozita, ujësjellësit për qytetin e Fushë Krujës. Ne kemi bë kërkesë ka 30 e ca vite për të sjellur ujë fshatit, dhe ato për qëllime përfitimi është bë kjo punë, e kanë bë këtu, për të marrë lek për të justifikuar tendrat e ku do diun. Mund ke plerat dhe vend që ta bonin sipër fshatit, që të kapte 2 fshatrat Halilis Gërdesh, që ka vite që vujnë për ujë, erdhen e bon këtu. Një tjetër problem i rënd ka të bëjë me mungesën e ujit vaditës për bujqësinë. 2 rezervuar ndodhen në zonë, por jeti vaditës është dëmtuar dhe nuk funksionon prej vitesh. Ndërkohë, mungesa e ujit të pishëm vazhdon të jetë një tjetër plag për disa prej fshatrave të Krujës. Kadri Voga ndalet edhe problematika e familjeve të pastreja. Sipas tij, ndonë se janë inauguruar ndërtesa të reja për të strehuar të dëmtuarit nga tërmeti i nëntori 2019, shumë familje ende nuk kanë përfituar. Shikoni ta shtëpiat, pallatet të ndërtuara, ka mbi 2 vite që janë ndërtu. Ka me qindra familje që janë në qiell të hapur. Banojnë me qera diku tjetër, dikush në Fushë, dikush në Tiranë, dikush në Laç. Pra, është bërë 2 herë inaugurimi. Janë dhënë çelësat, janë marrë pap çelësat, ta edhe me komunitetin. Gjendja e infrastrukturës rrugore është një tjetër shqetësim për të. Sipas tij, rrugët e dëmtuara po ndikojnë drejt për drejt edhe në përvojën e turistëve vendas dhe të huaj që vizitojnë Krujën. Kadri Voga paralajmëron se në ditët në vijim do të publikojë të tjera denoncime konkrete për drejtuesit e administratave publike në rrethin e Krujës, duke thënë se koha e shtjes ka mbaruar.